Krimi ka ndodhë në këto parabere. 3 ditë e kemi majtë të punën. Faleminderit shumë zonja Fatmire, faleminderit zonja Lumnia dhe zotri Bashkim. Është nder për neve që ju takojmë sot edhe pikërisht këtu në Mitrovic të shtëpia e dëshmorit të kombit, profesorit albanologut Latif Berishës, të cilës ne i kemi shumë borxh për shkak se ka eduku shumë breza me gjuhën e bukur shqipe, por edhe me patriotizmin e me dashamirësinë për popullin, për njëri tjetrin, për vendin tonë. Kjo është shtëpia e diturisë. Fati ka qenë Iran një tragjedi e madhe që në 24 mars të vitit 1909 ndonë gjeletët sërbë e vrasin Latif Berishën në mënyrë mizore në shtëpinë e tij. Këtu është djegur çdo gjë. Ajo pjesa nalë do të ka qenë biblioteka, kati dytë, kjo ka qenë dhome fjetjes, dhe kjo është dëmtuar është më shumëti sepse në vizitën e parë në 8 gusht të vitit 99, kjo gati ka qenë e adaptueshme, sado që ka pësuar 3 djegje, kati përdes, i ky edhe tjetri, do me thonë 3 herë është djegë. Këtë vetën e parë vi vetë në vizitë shtëpisë, edhe për mua është një kënaqësi e veçantë. Po jo veç për mua, po për gjithë banorët e kësaj lagjeje, të cilët me kënaqësi përkthehen në shtëpitë e tyre,